Alo, Po, nga telefonon zonjë. përshëndetje Ili. Përshëndetje dashur, nga telefonon? Unë telefonoj nga Mitrovica. Mitrovica. Më thuaj, Përshëndetje çka edhe për mendon? Po, shoqen tonë e i ka mendimet shumë të mira. po. Jam shumë edhe për mendimet e saj, po saqërisht që tha këtë mendimin e fundit, pse me ardh diaspora veç për një ditë, e me votu për neve, e kur na jetojnë ashtu 365 ditë, edhe unë nuk e shoh as pak të arsyeshme që vinë ata votojnë. Mm. Dhe muj me thonë këto ardhjet e tyne, këto votimet e tyneve për pa e ditë realitetin e Kosovës, tamam qysh e dina na, unë muj me thonë shkurtërisht që jenë të na marrë në qafë për këto votat që pja japin kësaj qeverie, ku unë mendoj që këta as pak nuk kanë lidhje, as çka bëhet në për institucione, as qysh vendoset, as qysh punësohen njerëzit. Kategorikisht, unë mendoj që këta janë të mbështet vishin që ato paret të qysh nga njerë dhe piquin social, po ju duket shumë interesante që ajo që është t'u jep, dërsa nuk po mendojnë as që po bëhet shëndetësi, as që po bëhet Ministri të Arsimit, as që po bëhet në institucione ku janë të u largu shumë punëtorë shkaku i tyne. Këta realitetin 99% këta diaspora as një nuk e din, edhe me qatë 1% janë të vendosë për neve. E dashur, falenderoj shumë për telefonatën. Faleminderit edhe ty, Shëndet, tung, tung. përshëndetje edhe për shoqen tonë shumë.